Partizani i voleybollit për meshkuj fiton ndeshjen e parë gjysmëfinale në Shkodër duke mundur vllaznimin pastër 0-3. Lojtari më i mirë i ndeshjes për ekipin e mysafir nga Tirana ishte Krist Martiro i Partizanit. Kristi, urime për këtë performancë individuale, por edhe për fitoren e ekipit. Vlerësoj fjalët. Faleminderit shumë. Fakt, kemi përgatitur mirë, të them drejtën. Kemi kohë që jemi në formë të mirë. Një skuadra është e kompletuar, siç e patë edhe ju, me 2 përforcimet e reja me brazilianët Jose dhe Igor. Dhe të them drejtën, nuk ishte surprizë rezultati për ne, sepse dihet Partizani ka objektiva të mëdha si gjithmonë, edhe këtë vit synon maksimumin në çdo kompeticion, kështu që i kemi marrë ndeshjet 1-1, duke i vlerësuar me durim, edhe të shohim tani ndeshjen e kthimit që duhet vlerësuar po njësoj, si këtu në Shkodër. Në aspektin personal, dallohet një Martiro krejt tjetër. Në vitin 2006 e keni filluar me një përgatitje individuale duke të mjaft pozitive dhe duke kontribuar maksimalisht për skuadrën. Absolutisht. Shiko, tani është dal nga dal vjen fundi sezonit dhe këto javët muajt ikin shumë shpejt. Edhe është kulmi, le të themi, i punës për gjithë secilin, jo vetëm për mua. Ideja është që po stërvitemi edhe vetë individualisht për të mbajtur formën dhe këto janë muajt më decisiv. Pas pak javësh do kemi 2 kompeticione shumë të rëndësishme, siç është me shpresë finalja e Kupës së Shqipërisë, finalja e Ligës Gjergj Kastrioti dhe vjen shumë shpejt edhe play-offi dhe nëse si e gati fizikisht tani është tepër vonë pastaj. Ne kemi thënë edhe në komunikimet e mëhershme mediatike, Krist Martiro i spikator në fushën mediatike duke drejtuar një program televiziv shumë të suksesshëm në televizionin shqiptar, por shumë i spikator edhe në fushën e voleybollit. Cila prej këtyre 2 profileve ju tërheq me vepër? Ti s'më pas ke parë, po unë merrem edhe me muzikën së fundi në rolin e DJ-t, kështu që janë 3 pasione që unë kam në jetën time, që do pyesësh si Adel. Them drejtën, ja, duke sakrifikuar në gjithë gjërat e tjera, është bukur tani se është edhe mosha, je në kulmin e energjisë, ta themi kështu, dhe nëse duhet i ndaj, për momenti kam vështira, nuk i ndaj dot. Edhe mëngjesi, ju e dini shumë mirë, është, le të themi, profesioni bazë imi, gazetaria, që e bëj me shumë pasion. Sportin, kam le me sportin, ta them kështu shkodrançe. Edhe ky pasion i ri i muzikës, që ndoshta kur të lë voleybollin, të kem të merrem me diçka tjetër, ta mbush pak të kohën e lirë. Po që është e vështirë, po bëhen gjitha. Po ke pasion të madh, bëhen gjitha. Një pyeta, ndoshta fillimisht për preferencën, por unë do pyes edhe për ngarkesën, sepse në 3 pozicione si stadiu, muzika, televizioni dhe sporti se ka ngarkesë fizike. Besoj se voleybolli ju merr edhe. Absolutisht, po jo vetëm voleybolli, është edhe ngarkesën më të madhe fizike. Edhe palestra forcës që duhet vësh në individuale paradite. Pra janë shumë gjëra gjatë gjithë ditës. Unë jam mësuar me këtë lloj ritmi, them drejtën, gjithmonë kam qenë midis profesionit edhe sportit. Kam shtuar edhe një pasion tjetër tani. Megjithatë thash, po ke dëshirën dhe vullnetin për t'i bërë gjërat, nuk ka gjë që nuk realizohet. Ama për momentin ai mëngjesi atje dhe parketi këtu janë gjëra kryesore. Kjo performancë kaq pozitive e Krist Martiros, por edhe Partizani që i ka tërhequr kolegët tuaj në televizionin shqiptar për ta ndjekur me tepër Partizani, por sidomos kolegun e tyre Martiros. Po pres tap telefonin të shoh mesazhet se janë gjithmonë gjatë gjithë kohës në korrent me zhvillimet e mia, sepse unë përpiqem që ta promovoj edhe voleybollin maksimalisht sa ka mundësi në emisionin e mëngjesit, po kudo ku kam qenë në hapësira mediatike se ka nevojë. Ju falenderoj ju shumë, sepse jeni gjithmonë prezent për ndeshjet e voleybollit dhe e vërteta është që edhe kur na pyesin ne ku të shohim ndeshjen që do luani, i themi Veriu Sport është i vetmi kanal që mund ta shihni. Prandaj përgëzim edhe ju për punën tuaj, sepse jemi njësoj dhe kjo pjesa. Largoni nga Shkodra në mëngjesin e sotëm me një fitore 0-3 dhe menjëherë nesër në mëngjes me kolegin tuaj Sonila Pepa, një kolege jona e ka hershme, me çfarë tresh? Mund ta ndjekim nesër të vëshën në emisionin e mëngjesit? Ja, po pres të shoh skaletën e autorit Iliriana Golli, që e ka përgatitur që kujdeset të marrë edhe pak edhe peshën tonë me impenjimet dhe angazhimet që kemi, edhe sigurisht aktualiteti me shumë mundësi, ndoshta mund të kemi edhe një lidhje drejt për drejt me Shkodrën nga Tirana, është gjithmonë pjesë Shkodra, Kuksi, Gjirokastra, të gjithë rrethet përpiqemi t'i kemi atje në programin tonë të mëngjesit, sepse
nuk është vetëm Tirana, ka zhvillime në gjithë Shqipërinë dhe radio televizioni dhe Mirëmëngjes Shqipëri është i të gjithë shqiptarëve. Fis Martiro ishte kënaqësi komunikimi me ju në një herë pas ndeshjes Vllaznia Partizani. Fiton Partizani pastër thjesht 0-3, por siç e hapim intervistën për mbyllim, Fis Martiro ishte lojtari më i mirë në fushën e lojës. Faleminderit shumë. Urime. Suksesin vazhdimsi.